Në terrenet sportive në hapësirat e kazermës në Kuzman Josifovski, pitur në Tetov, pjesëtar të Armatës së Republikës së Maqedonisë. Gjithsesi, njësitë ushtarake për të 11-ën herë shënuan 18 shkurtin, ditën e sporteve ushtarake ndërkombëtare. Shënimi i ditës së sporteve ushtarake ndërkombëtare në kazermën në Kuzman Josifovski Pitu filloi me hapje solemne nga ana e komandantit të garnizonit përpara ekipeve të njësiteve ushtarake dhe organizatave civile me të cilat Armata e Republikës së Maqedonisë bashkëpunon dhe çka u realizuan ndeshjet në disiplinat si zhvijojnë, në gjuajtje, në futboll të vogël, basketbol, volejbol dhe ping-pong. Manifestimi qendror është mbajtur në sallën sportive të kazermës në Tetov, ku përpara ekipeve sportive nga garnizoni i Tetovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes, gara sportive solemisht i hapi komandanti Igor Spasenoski. Ky aktivitet sportiv sot në të njëjtën kohë mbahet në të gjithë garnizonet e Armatës së Republikës së Maqedonisë, ku pjesëtarët e ARM-s nën motën sport për të gjithë, me një pjesëmarrje masive në të gjitha aktivitetet sportive, promovojnë shëndetin dhe kondicionin fizik, ngritjen e kulturës për sport si një segment të rëndësishëm në trajnimin e pjesëtarëve të ARM-s, gjithashtu edhe promovimin e bashkëpunimit ushtarako-civil me shoqata sportive dhe ekipe nga strukturat civile të cilët morën pjesë në manifestimin Aleancë Luftëtarëve në Tetov, Universiteti i Evropës Juglindore, Kolegji Yahya Kemal dhe njësiti i zjarrfikësve në Tetov. Këshilli ndërkombëtar për sport ushtarak është formuar më 18 shkurt të vitit 1948, ku me të drejta të plota antarë është edhe ARM-ja nga muaji maj i vitit 2005, duke realizuar të drejtën e pjesëmarrjes në të gjitha ndeshjet sportive ndërkombëtare në organizimin e saj.